Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për situatën politike në vend, ku një pjesë e politikanëve ndodhen në burg, ndërsa të tjerë si Edi Rama dhe ish-kryeministri Sali Berisha kërkojnë votën e shqiptarëve në zgjedhjet e 11 majit. Ndërkohë në lojë ka hyrë edhe Lulzim Basha, i cili është duke luajtur me kryeministrin Edi Rama përmes një komunikimi në distancë. Ndërkohë ditët e fundit ka dalë në sipërfaqe një përplasje brenda llojit, ajo midis Erion Veliajt dhe kryeministrit Edi Rama, se kush do ta drejtojë Bashkinë e Tiranës. Po çfarë po ndodh realisht pas perdës së politikës? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, por edhe shumë të tjerave, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, çfarë po ndodh me politikën shqiptare dhe konkretisht me politikanët e saj, ku një pjesë janë në burg, ndërsa të tjerë si Berisha dhe Rama kërkojnë votën e shqiptarëve në zgjedhjet e 11 majit, ndërkohë që ka dalë në sipërfaqe edhe një përplasje midis Erion Veliajt dhe kryeministrit Edi Rama. E shikojnë që shqiptari po e gënjeve me një kore buk të do të ka gjanë, si dhe buk atëre ngrihet, po bukët s'u amban ai, se e di që i han kokën po u preu bukën. Dhe deri te buka i mban gjallë, i mban afër. Lidhur me këto batuta, se janë batuta, kanë biseda palacos që bëjnë këta në rrjetet sociale, jo biseda burra shteti dhe biseda deputetës ose biseda kryeministër dhe kandidat dikur për kryeministër. Këta na turprojnë, këta na bën faqen e zezë që kom, këta turpruan kockat e të parëve tanë që kanë luftuar tërë jetën për këtë Shqipëri. Këta po shkelin mbi idealet e dëshmorëve të luftës, këta po shkelin mbi luftën e rilindasve për pavarësi, këta po shkelin mbi gjithçka që është kombëtare shqiptare. Këta janë të papytyrë. Nisur nga ajo që po ndodh aktualisht mes kryeministrit Edi Rama dhe Erion Veliajt, ka dalë në sipërfaqe një përplasje brenda llojit, brenda këtyre dy figurave të politikës, ku njëri prej tyre gjendet në burg dhe ndërkohë nga ana tjetër kryeministri Edi Rama kërkon të ushtrojë pushtetin e tij deri dhe në Bashkinë e Tiranës. Ju si e keni parë këtë përplasje, e cila shkoi deri në atë pikë sa që u desh të shkarkoheshe nënkryetaria e bashkisë dhe më pas të kishte një rokat tjetër? Të janë veprime ujqërish rreth kërmës. Kush do hajë pjesën më të madhe, kush do këpusi llopmën më të madhe. Ta janë një lloj. Mirë, po janë në kushte të pabarabarta, sepse ujku i vogël, që është Erion Velia, ose Konia, se është një kone Erion Velia, është në burg. Ndërsa ky babakalua, ky padrinua, ky fletkaluar, sepse bën që do qefi, vepron si do qefi, e kërcënon, se ta dish një gjë do të gazetar. Mafiozët e kërcënojnë njëri tjetrin me mënyra nga më të ndryshmet. Vje fjala, tani që Erion Velia është brenda, Edi Rama e ka ndorë dhe i thot, po fole të zhduka familjen. Se janë mafios këta nuk pyesin për kur vjen puna tek pushteti. Dhe Erion Velia është detyruar që edhe të lëpihet dhe të lufti kundër vihet Edi Ramës. Ky ndrimi këtyre kryetarëve të bashkisë, kryetarkave, apo ati juristët bashkisë, së gjithë tjetër vese se i cili kërkon që në krye të bashkisë ketë ekipin e tij, sepse duan të hanë këta, janë mësuar me lekta. Nuk janë mësuar këta që të rinë disa ditë pa u vatur çanta me lek në zyrë. Dhe këtu është gjithë problemi i tyre. Por Erion Velia është në kushte të tilla që i kërcënohet gjithçka, nuk e kërcënoi haptat i natyrisht, mafia di si kërcënon, di si ti dërgon dhe kodet ja kuptojnë shumë mirë njëri tjetrit, dhe janë në këto kushte që themi, por Edi Rama vërtet nuk ka vrarë me plumë. Po Edi Rama është kriminali më i egër dhe më i rrezikshëm i politikës shqiptare. Është më i rrezikshëm sepse dhe ata që kanë rreth rrotull vetes janë paq të liq, paq të pafytyrë, paq të pander, paq të pamoral, sa që është Edi Rama, se prandaj janë si ai pra mbajnë në krye.
se mbaj njëri tjetrin këta. Është si puna e piramidës, po hoq një gur, bie tërë ata e din, që po urzua Edi Rama do vend të tërë pastria. Kjo është arsyeja që ata e mbrojnë dhe e mbështesin në këto pislliqe që bën, sepse ndryshe nuk do ndodhte kështu. Si është e mundur që Edi Rama ka arritur deri në këtë përplasje, duke qenë se në fillim ai doli në krah të Erion Veliajt dhe sulmoi Spakun në këtë rast? Ai bën aktori, bën teatr. Bëri sikur e mbrojti Erion Velin për t'i bërë këtë që i bëri tani ditë e fundit që i mori pushtetin në bashkinë nëpërmjet shkarkimit të njerëzve të Erion Velis. Sepse Erion Velia kishte krijuar atë klikën e tij atje në bashki, nuk diskutohet fare. Dhe Edi Rama e prishi pikërisht këtë klik. Dhe ngriti klikën tjetër të tij që do të bindet urdhrave të Edi Ramës që të firmosë ato vendimet e Këshillit të Ministrave si sot ai siç e ka thënë dhe të tjera, sepse praktikisht në Shqipëri nuk drejtojnë, nuk qeverisin as deputetët, as bashkiakët, as njeri. Qeverisë vetëm padrino Edi Rama, vetëm krye kriminali anti-shqiptari, që s'ka gjak shqiptar, quhet Edi Rama. I lumt. Si mendoni, pse u tërhoq Erion Veliaj nga vendimi i tij për delegimin e drejtimit të Bashkisë së Tiranës, duke theksuar se ishte thjesht një keq kuptim me kryeministrin Edi Rama? Është ajo që thash parë. Se i ka vajtur Haberi, i ka vajtur Haberi dhe i ka thënë, i dërguar fjala që ke kujdes, mos kalovi e kuqe, i ka thënë Edi Rama. Natyrisht këto nuk i thonë që ti dëgjoj unë e ti, zotëri, e ti dëgjoj populli. Këto haberi ata nuk i japin. Përse vajti Ulsi Manja, është rasti pa shembull vetë Ulsi Manja dhe takon burg. Do më thoni ju çfarë bisedash kanë bërë vesh më vesh? Do më thoni ju cili që objekti i vizitës së Ulsi Manjës në burgun e Durrësit për të vizituar Erion Velin. Në fundit Erion Velia është aktualisht i pafajshëm, se s'ka vendim gjyqësor. Atëherë Ulsi Manja pse vajte? Erion Velia është person në hetim. Është person që hetohet dhe ndiqet penalisht në kushtet e arrestit me burg. Ulsi Manja pse vate? Pse nuk del të flas ai? Ma bën atë mjekër thjapi ai. Pse nuk del? A mendoni se Erion Veliaj është braktisur totalisht si nga njerëzit e tij, po ashtu edhe nga kryeministri Edi Rama? Pas që bëhet fjalë fare. Tani që urrëzua e din mirë ata se ku e ka vendin Erion Velia, e din mirë se çka bërë Erion Velia, sepse zotëri, po nuk ka arën rastit të shkoni në Sharë, të shikoni se kemi pasur raste fatkeqësisht në miqen shok dhe kemi vajtur barezat e Sharës dhe kemi parë tmerrin e malit me flera që është atje. Dhe askush nuk përgjigjet. Nuk përgjigjet. As padrinua, që është Edi Rama, babakalua, kur i thot nga njerë Alfred Sako, as padrinua. Nuk përgjigjet Edi Rama për asnjë gjë. A e keni vënë re që nuk jep asnjë llogari? A e keni vënë re që si kërkon kush llogari? Tani s'ka mbledhje, s'ka më parlament, s'ka më mbledhje qeverie, po deri tani ç'kish. Ai bën si do qefi zotëri. Ai është mbret i pashpallur. Ai është një bandit, një krye bandit, një krye mafioz që nuk ka të tillë Shqipëria, s'ka parë të tillë. As Enveri s'ka qenë kështu. Po ai përfiton nga një gjë. Përfiton nga nënshtrimi që i bëri padrinu i PD-s Sali Berisha. Enver Hoxha zotëri ndë një 45 vjet në pushtet, 35 vjet po rri Sali Berisha, që ka shuar politika shqiptare dhe spektri politik shqiptar, ose burrat apo gratë e PD-s, që të zgjedhin njëri tjetër, ta vënë kryetar, po do mbetet për jetë Sali Berisha. Dhe pse e ndihmon Sali Berisha? Sali Berisha i e preson procesin në 21 prill të 2008, se kam thënë në mënyrë përsëritur. Këta rivendosin diktaturën e Partisë Punës me ligjin zgjedhor. Këta me atë ligj, sikur 5 veta të dalin të votojnë, ata mbeten në pushtet. Dhe në pushtet do bëjnë ato që kanë bërë bashkë, se bashkë i kanë bërë totala deri tani. Është një lloj përgjegjës Sali Berisha me këto veprime që bën Edi Rama. Është një lloj fajtor. Vjedhin të dy një lloj.
janë të dy hajdut, kusari, kanë të tëra zezat, kriminel, i kanë të dyja një lloj. Prandaj, unë nuk e ndaj Edi Ramën nga Sali Berisha, janë binjak, janë vëllezër siamez. Si është e mundur që jo përmendët pak më parë është lënë ajo situatë në sharr në atë formë dhe në atë mënyrë? S'ka kush i kërkoj llogari, kush e kërkoj sa? Pa më thoni ju? A e dini ju sa oligark të Sali Berishës dhe sa aksione ka Sali Berisha në këto kullat që ngrihen rreth rrotull? Si mendoni ju? S'ka pjesë të Saliu atje? Absolutisht jo. Ka pjesë siç kemi të. Është pjesë e shfrytëzimit dhe vjedhjes e grabitjes së pasurive kombëtare Sali Berisha. Është aktor dhe regjisor bashkë me Edi Ramën. Ore vjedhin bashkë këta të dy. Sali Berishës nuk ka burdhën që t'i ngrihet për t'i dalë kundra. Se kushdo që i doli kundra, që në 92-shit deri më sot kanë gjetur vendin. Ca janë sëmurur në kancerit, ca kanë vajtur për check-up në Napoli, një 5-6 kanë vajtur në Napoli që kanë ndruar jetë. Pra nuk guxon më njëri, i kanë parë dhe të ujkut me Sali Berishën. Sali Berisha të vret. Sali Berisha nuk kërkoi, nuk bëri asnjë hetim për vrasin e Remzi Hoxhës. U lëret e Remzi Hoxha nga varri. Dhe vrasi i tij mori strehim politik në Londër. Dhe se kërkon asnjëri. Pse se kërkon? Mirë Sali pse kërkon se kishte dorë të tij. Po Edi Rama pse se kërkon? Prandaj po them, të shikosh të gjithë sferën e veprimtarisë tyre brenda dhe jashtë vendit, ekonomike, politike, shoqërore, këta janë një lloj, këta janë vëllezër siamez, këta i bëjnë të tëra bashkë, lozën tallën me shqiptarët, bëjnë sikur zihen dhe nuk bëjnë asgjë. E thash këtë për arsye sepse nëse do ishte opozita me të vërtet opozitë shqiptare, Edi Rama nuk bënte 24 orë në pushtet. Po Sali Berisha i ka tallur demokratët me muaj, me vite të tëra, me xhiro në bulevard dhe absolutisht asnjë, vetëm tallje. Vetëm shiko më re se vjen dhe njerë pa qot, ka thënë njëri njerë. Edhe ky i nxjerrën pas në bulevard, i nxorën bulevard shumë kohë, pse i nxori, çfarë bëri? Një vrim në ujë. I sa Edi Ramës mos ke merr akse këta dele që ka mund i rregullojnë këta, mos ke merr akti. Se s'ka kundërshtar politik, s'ka konkurrencë në Partinë Demokratike. Ashtu sikurse nuk kishte konkurrencë në Partinë e Punës me Enver Hoxhën krye. Sali Berisha është një Enver i dytë në drejtimin e partisë. Po ashtu, e njëjta politik është Edi Ramës. I kanë vënë në thundër, i kanë korruptuar, i kanë komprometuar, disa me para, disa me krime, dhe nuk ka burr që i kontrollon. Këtë bën mafia. Kryetarët e mafjës, kapobandat me kështu i korruptojnë ata mbështetësit e tyre që po komandojnë botën. Si mendoni për të mbetur sërish tek Erion Veliaj, si mendoni, a është shantazhuar apo kërcënuar Erion Veliaj që u tërhoq nga vendimi i tij për delegimin e drejtimit të Bashkisë Tiranës dhe që tashmë nuk ka më atë reagim që ka pasur në ditët e para? Padyshim. Se laptopi. Më kujtohet shantazhi që ju bë Saimir Tahiri për djalin. Këta janë, por të thash, aty më retëron më i fuqishmi i lukunisë së uqërve. Janë një lloj të tërë. Nuk është më pak bandit dhe hajdut Erion Velia. Por më i madhi, më i forti është Edi Rama. Sepse ka qelsat më shumë, ka pushtetin, ka kareken, dhe detyrohet që t'i bindet. Po të shikosh në mbretërinë e uqërve, një është që komandon gjithë lukunin. Të tjerë t'i binden të tërë me radhë. Nëse ndonjëri e kundërshton, ai që është më i fuqishëm i vetë e kap dhe ai ujku i dobët bishtin në shale dhe ikën. Që gjë bëri Erion Velia. Erion Velia nuk është trim, nuk është politikan. Erion Velin e bën trim dhe politikan e bën para të Sorosit. Dhe u apa hajri. Dhe të gjitha ata që kanë marrë para nga Sorosi për të shkatëruar Shqipërinë, për të shkatëruar ekonominë shqiptare, për të shkatëruar, për të denigruar në ekstrem qytetin e Tiranës me këto pislliqe ndërtime që kanë bërë, të tëra këto kanë mbulën Erion Velis. Natyrisht me miratimin e të dy uqërve të mëdhenj.
Si është e mundur që Erion Velia ka përdorur sende të ndaluara në qeli, përfshirë këtu dhe përdorimin e celularit, gjë që e ka ngarkuar me një akuzë të re nga ana e SPAK-ut? Celular të ti nuk di të ketë, po që përdori celularin e policit. Shiko, polici shkret është gjendur, si që pash në një deklarim diku në këto rrjetet sociale, tha që unë nuk guxohet mos ja jepja telefonin sepse ai është njeri me pushtet dhe më bën gjëmën me lë fëmijët pa bukë. Se këta varësit e tyre i kërcënojnë me bukën e gojës, eksaktësisht me bukën e gojës. Këta janë sadist, këta janë kriminal, këta nuk kanë shpirt dhe moral njerëzor. Moral s'kan fare këta as moral njerëzor, as moral familjar, as ndershmëri, këta janë bandit në të tëra fushat. S'kam që të them më tepër. A mundet që Erion Velia i të bëjë të penduarin dhe të rrëfejë të gjitha aferat korruptive të qeverisjes së kryeministrit Edi Rama? Vetëm po siguroj familjen e shtetit të jap strehim politik diku familjes. Vetëm ashtu po. Sa kohë që ka familjen këtu brenda është e pamundur ta bëj. Është e pamundur, e ka të pamundur. Nuk mund ta bëj dot. Çfarë e rrezikon? Mafia e ka duart e gjata. I ka thënë që gjatë. Mafia të po dhenë në kolonë betonit pallat, t'i bën të tëra. Unë e kuptoj pozicionin e Erion Velis. E kuptoj, nuk më vjen keq fare për të se është më palaco nga këta, ose një palaco tjetër, po në këtë rast e kuptoj që nuk ka nga lvis, nuk flet dot, nuk do flasi kur, t'jeni sigurt. Nisur nga raportimet në media, por gjë që e ka përmendur edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, thuhet se Erion Velia i ka deklaruar për Ulsi Majën që dyshohet se ka vendosur përgjues në qeli se do ta shkrijë deri në 7 breza. Ju si mendoni, a ka nisur një përplasje mes radhëve në Partinë Socialiste? Shiko, asnjëherë s'ka pushuar lufta brenda llojit në Partinë Socialiste. Asnjëherë. As në Partinë Demokratike. Lufta brenda llojit është e pashmangshme në formacionet politike. Problemi është që ai nuk ka që bën këtyre që janë në kupolën e shtetit. Nuk ka që bën. Erion Velia s'ka gjendor. Erion Velia i ka duart e këmbë të lidhur tani, është në burg. Është në burg o zotëri. Kushdo që shkon dhe takon dhe shikon që ai ka mbaruar si njeri. 2 orë të rish në burg edhe ti këllmendje kokës, jo më të rish të dish që të pret një burgim afat gjatë, si që pret Erion Veli. Natyrisht e ngushëllon fakti që i ka bërë kësë që do përgjigjet për to, por burgu është burg dhe nuk do të ketë mundësi fare Erion Velia që të kërcënojë këta. Lidhur me atë që pretendon se i kanë bën përgjus, këta gjithçka bëjnë. Burgu është një institucion që varet nga Ministria e Drejtësisë. Kapo i së cilës është ai është ai miku i Dorsit 183 në Dibër. Por këta janë mafiozë të tërë. Këtu s'ke këtë zë që këtë lësh. Edhe Erion Velia e një mirë se kush është Ulsi Manja. Edhe Edi Rama e di mirë dhe e përdori të shkatje bëj këtë. Pra janë, të thash, janë kasafytjet brenda llojit. Dhe përfiton ai që është më i forti, më i fuqishmi. Në këtë rast përfiton ai që ka karrike më të madhe. Dhe praktikisht është padrino Edi Rama që përfiton. Gjithashtu, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lënë të hapur ose me pikpyetje deri diku që Erion Velia mund t'i kenë dërguar plumb brenda zarfit në burg ose edhe kanë droguar. Nisu nga kjo deklarat, ju mendoni se kanë arritur deri në këtë pikë për ta kërcënuar apo shantazhuar Erion Veliajn? Nuk e përjashtoj. Nuk e përjashtoj se unë kam parasysh se veprojnë mafiozët dhe si veprojnë veçanërisht këta që kanë pushtet në dorë. I kanë të tërë. Tani që t'i vej plumbi Erion Velis nga Sali Berisha, si u fut, nga u fut, kush ja dha, si ja dha, Sali Berisha bënde teatr. Se është kryer në kloun tani. Në kloun cirku, ditë për ditë shpik në gjëtëre.
Nuk e besoj. Nuk e besoj që ti ketë vajtur plumb. Këtë nuk e besoj. A është kjo një deklaratë e Berishës për të krijuar diversion dhe përçarje mes radhëve të Partisë Socialiste? Jo e din ata që Berisha thot gjëra të kësaj natyre me qëllim që të mos që të mbaj gjallë atë pozicionin që ka në kupolën e Partisë Demokratike, kryetari së cilës u bë me burg gjykate, se kryetari si ishte edhe s'është. Thjesht e mbajti me forcë atë kryesinë e Partisë Demokratike nëpërmjet ca lakejve që ka aty, ca zagarëve që i ushqen rreth rrotull, njerëz dhe ata njerëz pa skrupull, pa moral, më keq se Berisha. Dhe nuk mund të thot një gjë, nuk mund të jetë e vërtet një gjë të tillë se s'ka nga hyn, aq më tepër që për të hyrë në dhomat e burgimit, patjetër që kalon në skaner, kalon 501 mjete, vetëm që se ka dërguar me Ulsimbanjën, se ai s'është kontrolluar, tjerë kontrollohen të tërë. Zoti Islami, Sali Berisha ka deklaruar nga Napoli se Edi Rama i ka ditët e numëruara sa i përket zgjedhjeve të 11 majit. Ju si mendoni, a ka gjasa që Berisha të rikthehet në pushtet pas zgjedhjeve të 11 majit dhe a ka gjasa që Edi Rama t'i humbas këto zgjedhje? Zotëri, unë besoj te Amerika dhe te politika amerikane. Duke qenë se besoj te Amerika dhe te politika amerikane, të them që gjasat e Berishës për të kthyer në pushtet janë zero. Zero. Sali Berisha njerë nuk e hiqet non grata. Se që pruri një la civita si e ka një nga Amerika, një organizues lobesh edhe punë që bën për lobingu, që bën për të fituar një kompani apo një tjetër, me që ka qenë në lobingun e presidentit amerikan, edhe mendon që do fitoj zgjedhjet dhe do bëhet kryeminist. Sali Berisha nuk bëhet më kryeminist. Sali Berisha, unë bazohem në deklaratat e misionarit shqiptaro-amerikan që deklaron në mënyrë të përsëritur, shikojni çdo darkë në orën 6 tek televizioni Shpresa TV, dhe ka thënë që nuk do bëhen zgjedhje. Tani unë e besoj se flet në emër të Amerikës, dhe u s'kam si të mos e besoj, sepse deri tani ka thënë që do bëhen arrestime, janë dëmonuara këto arrestime, ne e presim me sot, me nesër, me ditë, me javë, me orë, me minuta, deri tani s'është bërë gjë, përveç arrestimi i fundit ka qenë Erion Velis. Pres që të arrestohet, dhe të arrestohet dhe këta të tjerë që ka thënë misionari amerikan, si që janë Belinda Balluku, Taulat Balla, ajo Spiro Palja, ajo tjetra Manastirliu, kur të bëhen, dhe tani si janë bërë. Kohët e fundit, Lulzim Basha dhe Edi Rama kanë vendosur një komunikim në distancë midis tyre përmes videove të shkurtra ku ironizojnë njëri tjetrin. Çfarë kërkojnë të tregojnë përmes kësaj sjellje politike? Karagjoz. Janë që të dy karagjoz, karavide. Njerëz të pa moral, të pa cit. Me këtallë. Përse i bëjnë? Ku t'ja tregojnë ato njerëz? Dhe pse bëjnë media? Ajo është një propagandë që bëse cilin krahas ti, që shiko se unë ja het këti, unë ja hodha, ai ma hodhi, që janë këto më. A mund t'jenë burra shteti këta? A mund t'jenë burra serioz këta? A mund të drejtojnë shtetin këta mori? Shikoni apo si shikoni? Po i shikoni mori shqiptar, o shqiptar. A i shikoni këta karagjoz që po tallen me ju dhe me familje tuaj dhe me fëmijët tuaj? A mendoni në këtë rast se Lulzim Basha po ndihmon Edi Ramën dhe nga ana tjetër Edi Rama mund të jap një dorë Lulzim Bashës për të dalë deputet në Tiranë? Absolutisht po. Dhe kjo e mendoj dhe e besoj për arsye sepse këtë e bëri Lulzim Basha në 2017, kur vajti në maj të 2017, kur vajti dhe ju fal Edi Ramës për të bashkëqeverisur gjasme.
Se mos kujto se ka moralit ai Lulzim Basha në politikë. Asnjë këta që lëpin kështu s'kan moral. Burri njëherë jep dorëheqje, njëherë lind, njëherë vdes. Po këta lëpin ditë për ditë dhe dritën si në përka në shkop, vetëm që të hypin në pushtet se duan tendera, duan para, duan të hanë, ku do hanë, s'kan ku hanë. Zoti Islami, sa gjasa ka që të ketë qeveri teknike para zgjedhjeve, gjë që mund t'i pamundsoj ato dhe a do të godas SPAK si Edi Ramën ashtu dhe Sali Berishën? Unë besoj në deklaratën e misionarit amerikan që qeveria teknike do bëhet para zgjedhjeve. Dhe jo më larg se të premten që kaloi, zotëria deklaroi dhe tha maksimumi deri në 15 prill do bëhet qeveria teknike dhe zgjedhje nuk do ketë dhe do përgatitet vendi me kushtetutë të re, me sistem politiko-shoqëror të ri, të ndryshëm nga ky, pra me republikë presidenciale, jo parlamentare. Unë këto i besoj. I besoj sepse zotëria flet në emër të Amerikës. Tani sa do realizohen, nuk e di. Për të pritur jemi në pritje që të gjithë. Durimi po i kalon kufit. Do bëhet sot, do bëhet nesër. Për 2 orë, për 3 ditë, për 5 ditë, për një javë, me orë. Ku janë ditët? Dhe për atë kam pretendimet e mia. Se tani ke ditë për ditë që po na thua me ditë. Bjeri, ha bëj. Nëse ke mundësi ti bësh. Ose thuaj si bëj dot për ypsilon arsye. Se flet në emër të Amerikës, nuk flet në emër të tij. Donald Trump së shpejti pritet të rikthej edhe syt nga rajoni i Ballkanit ku mund të merret posaçërisht me politikanët e korruptuar. Ju si mendoni, a do të hapet dosja me Gonigal që dyshohet si përfshirë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama? Dosja me Gonigal është e hapur në Amerikë, zotëri. Dhe Edi Rama nuk është përfshirë akoma për arsye se është në pushtet. Nuk është marrë në pyetje. Por Edi Rama, në bazë të deklarimeve që bën misionari shqiptaro-amerikan, Edi Rama është person non grata në Amerikë, nuk e avar me njeri, nuk e pret njeri, si kundër shikoni dhe kërkon me çdo kusht që të smangi Amerikën nga Shqipëria dhe nga Ballkani Perëndimor. Dhe po t'i veni re, në çdo deklaratë të tillë thot do shkojmë në Bashkimin Evropian, do nëmri dhe një mandat tjetër se do të çojë në BE, tallet. Karajos. Tamam Karajos. Tallet me shqiptarët. Dhe shqiptarët e besojnë. Unë nuk e besoj kur dhe nuk dua kurrën e kurrës që të vemi në BE. Kurrën e kurrës. Se është ajo Evropë që na ka tradisi kokosh një tel Shqipëri. Unë besoj vetëm te Amerika dhe Amerika do t'i bëj ato që ka thënë. Vonë apo shpejt nuk e di, por besoj që do t'i bëj. A besoni se kryeministri Edi Rama, nëse fiton zgjedhjet, do të arrijë të anëtarësoj Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 dhe shqiptarët, siç premton ai, do të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian? Dikur thoshim kur ishim të vegjël që po të kalosh Ylberin, nga djalë bëhesh vajzë, ose nga vajzë bëhesh djalë. Kur të kaloj Ylberin, Edi Rama mund ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Po tani për tani jo, se zgjedhjet nuk do bëhen. Nuk ndodhen. Dhe nuk e lë Amerika Shqipërinë ta komandojë prap Anglia dhe Franca dhe Gjermania. Jo. Franca dhe Anglia nuk do kenë më fare të bëjnë me Shqipërinë. Më fare se edhe ta 2 shtete që ja kanë bërë gropën Shqipërisë. Kështu që ajo punë është prerë, ai kostum është gati për të veshur nga shqiptarët. Ne do bëhemi shtet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por në kushte pavarësie. Zoti Islami, dhe i pyetja e fundit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar punën e SPAK-ut, po ndërkohë ka evidentuar gjithashtu si sukses edhe goditjen ndaj Sali Berishës, i cili u shpall non grata. A mendoni se SBA do të ketë njëjtën qasje kundrejt SPAK-ut duke mbështetur atë dhe se nuk do të arrijë kurrë asnjëherë që të marrë vendim për t'i hequr non gratën Sali Berishës? Njëherë që të hiqet non grata Sali Berishës, shanset janë 0. E para, e dyta, unë nëse më dëgjon njëri ose ka ndonjë njëri që më dëgjon që mund i bëj zërim në vesh Amerikës, është që të nxjisë SPAK-un
të merret dhe të filloj urgjentisht arrestimet. Tani situata është gati, deputetët janë pa imunitet, kriminalët janë pa imunitet, hajdutët janë pa imunitet, nuk e kuptoj çari pengon që të fillojnë arrestimet. Përse? Talle me neve, tani o talle me neve, ose nëse nuk talle me neve, atëherë duhet të fillojnë urgjentisht arrestimet. Atëherë populli shqiptar do bëhet 100% i bindur, sepse ne jemi 97% mbështetës të Amerikës. Tani këta bandit, këta agent të Moskës edhe të Beogradit e të Athinës, këta e bën popullin shqiptar që të urejë Amerikën. E kuptoni çfarë dëmi kanë bërë Amerikës këta? Këta duhet të shkojnë në litar të tërë. Kështu. Dhe nga duhet nisin këto arrestime sipas jush? Nga këta deputetët me radhë, nga Ballukja, nga Taulanti, nga ajo Spiropalja, nga të tërë ata që ka përmendur misionari amerikan. Të bëhet e qeveria teknike dhe ditën e nesërme që do bëhet qeveria teknike, do vej Edi Rama me duar të lidhura në burg. Ky është projekti dhe plani amerikan. Kjo është në mënyrë të përsëritur, shqiptarët mund ta shikojnë Shpresa TV në YouTube ditë për ditë dhe do të shikojnë këto deklarata të cilave unë u referohem dhe i besoj po e theksoj që do bëhen. Tani çështje kohe, kjo koha na mërzit se presim po për të bërë do bëhen. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervistat tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.